Me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, pranë qendrës së zhvillimit në Lushnjë, u organizua një aktivitet festiv nga Bashkia e Lushnjës, kushtuar fëmijëve me aftësi të kufizuara. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe festive, nën kujdesin e drejtorit të qendrës, Sajmir Shefa, dhe stafit prej 16 punonjësish që ofrojnë çdo ditë shërbime për fëmijët e kësaj qendre. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin kryetarja e Bashkisë Lushnjë Riselda Sefa, e shoqëruar nga nënkryetaria Maldrita Bardho, prindër të fëmijëve, si dhe një të ftuar special nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila vlerësoi organizimin dhe rëndësinë e këtij aktiviteti. Fëmijët sollën emocione të veçanta për të pranishmet përmes interpretimeve artistike dhe një pjesë humoristike të përgatitur nga vetë ata. Programi u prit me duar trokitje nga prindrit e të ftuarit, duke krijuar momente të paharrueshme gëzimi dhe argëtimi. Qendra e zhvillimit në Lushnjë ofron shërbime 5 ditë në javë dhe aktualisht ka 48 fëmijë të regjistruar. Çdo ditë, rreth 25 fëmijë ndjekin terapi dhe aktivitete të ndryshme në ambientet moderne dhe klasat e pajisura sipas standardeve profesionale. Sipas drejtuesve të qendrës, vitet e fundit është vërejtur një rritje e ndjeshme e numrit të fëmijëve që përfitojnë shërbime, duke të shmuar besimin e familjeve dhe cilësinë e punës së stafit. Pas përfundimit të aktivitetit, drejtori i qendrës Sajmir Shefa dha një intervistë për mikrofonin e televizionit Apollon, ku foli për shërbimet, sfidat dhe projektet e ardhshme të kësaj qendre në mbështetje të fëmijëve me nevoja të veçanta. Që këta fëmijë janë të barabartë së pari dhe ne si qendër zhvillimi jemi të predispozuar, japim maksimumin që këta fëmijë të jenë të barabartë, jo vetëm për një qershori, por për çdo ditë të vitit. Ne çdo ditë, mbasi marrim terapitë me fëmijët, ne këshillojmë dhe prindrit se si dhe sa kohë do të punojmë me fëmijët e tyre. Dhe mesazhi im është që përveç punës tonë dhe puna e tyre jep maksimumin për zhvillimin e këtyre fëmijëve për të qenë të barabartë. Sot është 1 qershor. Cili ishte aktiviteti juaj si qendër? Sot ne organizuam 1 qershorin. Të ftuar kishim nga komuniteti, kishim të ftuar zonjën Mimoza Kurti nga Amerika, gjithashtu dhe kryetaren e Bashkisë zonja Riselda Sefa dhe nënkryetaren zonja Maldrita Bardho. Dhe mesazhi ynë për këtë 1 qershor është që ne kishim përgatitur një skeç i cili doli shumë bukur me fëmijët tanë, me aftësi ndryshe dhe recitime dhe këngë të tyre. Pra, ana jonë është që ne të jemi gjithmonë të predispozuar që këta fëmijë të kenë një zhvillim maksimal për integrimin e jetën e përditshme. Dhe këtu çdo shqetësim, nëse ka shqetësim, ne jemi pjesë e këtij realiteti të shqetësimeve dhe japim maksimumin që këta prindër të ndihen të barabartë me fëmijët e tyre, si në realitet, si në qendër. Impakti që marrin prindit është shikojnë fëmijët e tyre të cilët recitojnë, të cilët gëzojnë, të cilët këndojnë, të cilët arrijnë dhe bëjnë një skeç. Pra, ata shikojnë fëmijën e tyre të barabartë si çdo fëmijë tjetër. Është një qendër ku funksionon me terapi ditore, si logopedi, fizioterapi, terapi okupacionale dhe mësuesi pedagogjike. Ne si qendër çdo ditë jemi pranë çdo fëmie me aftësi ndryshe që ai të heci vetë në realitet kur të rritet. Sakrifica dhe mundi i çdo kujt shpërblehet kur këta fëmijë janë të barabartë në komunitet.